Të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni, këtë parlament të shtruar në mburojnë në të turpshme histori të vjedhjeve të qytetarëve shqiptarë. Këtë parlament që për herë të parë në 35 vite parlamentarizëm pluralist mbron në mënyrën më të paskrupullt, më antikushtetuese, më antidemokratike, më antikombëtare, vjedhjet e Edi Ramës dhe klanit të tij, familjar dhe qeveritar. Çdo gjë që ndëgjoni të dashur qytetar vjen nga fakti se Edi Rama e ka shtuar këtë parlament në një leckë të vetëm, në të cilin nuk respektohet as një ligj, as një rregull, as kushtetuta, as gjë tjetër përveç se interesave të tij. Nuk ka ndodhur kurrëndonjëherë që shqiptarët të ngrihen këmbë dhe mbar bota për imunitetin e Lubi Ballukut, e cila të vërtet si ishte gjë tjetër vetëm noteri e vjedhjeve të Edi Ramës që vjedhte bashkë me te, dhe ajo është sot me mandat. Është dhe një tjetër këtu, një Olta Xhaçka. 2 herë ka vendosur gjykata kushtetuese për ndërprerjen e mandatit të saj. Komisioni Venecias ka marrë të njëjtin vendim. Ju garantoj unë ju këtu zonja, se cila prej jush do kishte fluturuar me kohë nga parlamenti po të kishte qenë rasti. Po Olta jo, se Olta është e rrethit familjar. Këtu është problemi. Ndaj dhe debatet shtyhen, nuk mund të shtyhen debatet, mor zotëri, kalafate kushtetuese. Nuk mund të shtyhen kur debatet. Nuk negociohen interpelancat, kalafate ligjore kushtetuese. Po shtyhen sepse Edi Rama nuk do në parlament. Sepse në këtë parlament qytetarët presin transparencën e vjedhjeve të tij, vetëm akshi 2 lindave është bërë ndërkombëtar, është bërë botror. Ajo e Gjora Mirlind me 4 apartamente e vila është Ta përfundoj. Puelit. Po ju nuk guxoni ta shqiptoni atë jam ta apo jo. Prandaj edhe shtroni parlamentin në një hiçe, shumëzoni me 0. Dili këtu pa asnjë rregullore, pa asgjë, nuk respektoni as kushtetutën, në asnjë nen që takohet në parlamentin. Si ka mundësi të jeni kaq të dobët para ligjit, para kushtetutës. Vetëm për një njeri, se cili për jush, çfarë kujtoni ju, se këto që janë këtu, këto do këshin marrë rrugë me kohë. Lubia jo, se ka 25 vjetë me regjistre me te. Pra ma edhe qafet, sigurisht që e shtyt debatin për integrimin. Nuk mund të bënit, sepse ishte debati këtu për Lubin. Dhe ju nuk donit kur të hape ai debat. Pra edhe njerë, unë mendo... Fjalin e fundit ju lutem se keni kaluar... Ka një problem me ty. Ke një vendim gjykate kushtetuese personalisht kundër teje. Dakord. Dakord. Zoti Tomor Alizoti. Policia nuk është individual. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për ditën e përfillimit të parlamentit do përket ty.
Zoti to morali Zoti për procedurë, ju lutem. Zoti Beleshi, parlamenti është llogaridhënie.